Që të ndodhë kjo, ju po insistoni që ju du të vini në pushtet. Ke vendosur për të garuar përsëri nëse mban zgjedhjet? Po shpresojmë që të morrim vendim ditët në vijim, të shohim se si do të dalë dhe do të shkojmë në zgjedhje, që në konsideroj që do të shkojmë në zgjedhje, do të shohim edhe plan programin me punu. Mendoj që është herët pak me, edhe pse po mungon shumë çështja me pacient, do ta rivlerësoj edhe herë personalisht. Megjithatë ka vend për një dur të fuqishme, të cilat do të më çojë shëndetësisë, të çojë proceset përpara të bëjnë ndryshime radikale në shëndetësi. E kur them radikale, do të më pas shumë investime. Shëndetësia është një prej sektorëve më të shtrenjtë dhe që kërkon më shumë buxhet në nivel të krejt vendeve evropiane. Po tek ne është përparësia karshi tjerëve që mjekët dhe staf infermieror kemë shumë, edhe ka vullnet me studiu mjekësinë edhe me punu për mjekësinë. Kjo është përparësi karshit të tjerëve. Ndërsa çështjet e tjera... Që është jo bërë tema një specializimi, specializantët, ende vazhdon të mjetët temë e diskutimeve të asaj zyre, të kësaj zyre qeveritare, të ati grupi shoqëror tjera. Kjo unë konsideroj që është pikërisht është ajo çështja që ato është tregu me një bord jo efektiv, për shkak se në rast se themi në një vend normal, në një qeverisje normale për 4-5 vite mos të ketë një rirregullim të sistemit të vazhdueshëm të ciklit të specializimeve, ai sistem në hap e hup. Në kohën e hup në hap. Në rast se na 2 maksimumi vite ose 3 nuk kemi hapje të konkurseve dhe dhënie të vazhdueshme të specializimeve, në një kohë mas 20-30 vite kemi me vrejt mungesat e tyre. Që kjo është dallimi karshi profesioneve të tjera se vetë studimet e mjekësisë zgjasin shumë. Mandej puna edhe specializimi kushton shumë edhe zgjat prap shumë. Dhe më thonë, dikon rreth 2-13 vite këto që ai llogaritën nëse shkojnë në fat të rregullt. Po edhe kur del si specialist kërkohet një kohë për të ketë një përvojë. Natyrisht. Prandaj për ta krijuar një mjek të një lëmisë specifike, prej fillimit deri në fund, cili mund të jap shërbime i pavarur ose funksionale, dobishme po, të konsiderueshme, të pavarur, dohen spaku 15 vite.